Personat që hanë vezë të zjera çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Konsumi një vezë çdo ditë mund të ulë riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, sugjeron një studim i kryer te 400.000 të rritur në Kinë. Personat që konsumojnë çdo ditë vezë janë 18% më pak të riskuar të humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare që manifestohen me tak në zemër ose goditje në tru, krahasuar me personat që shmangin konsumin e vezës. Tensioni i lartë i gjakut mbi pesha dhe luadit e niveleve të sheqerit në gjak rrisin në riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Të gjithë këta faktorë zhvillohen si pasojë e dietës së pashëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasivitetit fizik, duanpirjes dhe përdorimit të tepërt të alkoolit. Për gati 9 vite, shkencëtarët kanë vëzhguar rreth gjysmë milioni njerëz të cilët në fillim të studimeve nuk vuanin asnjë nga sëmundje të tilla si diabeti, problemet kardiovaskulare. Më shumë se 13% e të rriturve të moshës nga 30 deri në 79 vjeç treguan se konsumonin gati çdo ditë një vezë, ndërsa 9% raportuan se konsumonin shumë rradhë vezë. Për gjatë 9 viteve të studimit, 9.985 persona humbën jetën nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa gati 84.000 pjesëmarrës të tjerë në sëmundjet u diagnostifikuan me sëmundje të zemrës. Pasi analizuan të dhënat shkencëtarët zbuluan se konsumi një vezë në ditë lidhet me një risk më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve në zemër, krahasuar me mos konsumin e fare të këtij produkti, citon CNN. Përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të tyre është kryesisht edhe në formën e zjerë, dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e tyre në mënyrë të rregullt për të mbajtur larg komplikacione dhe për të rritur gjithashtu vlerat e trupit dhe shëndetit tuaj. Ndaj, konsumi një vezë të zjerë çdo mëngjes mund të sjellë përfitime mbreslënse për organizmin. Sipas Healthline, konsumi i vezëve të zjera do të ndikojë edhe në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Gjithashtu, sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët e zjera janë një produkt fantastik edhe në humbjen e yndyrnave të keqe. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin riskun e problemeve me sëmundje në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore në mbrojtjen e organizmit tuaj. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë edhe një mbrojtje të strukturës së posaçme të qelizave. Shëndeti i syve gjithashtu mund të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranat dhe ulë riskin e prekjes së shikimit nga verbëria. Gjithashtu, nëse doni kocka të keni më të forta, atëherë shtoni vezët në dietën tuaj. Vezët e zjera janë të pasura gjithashtu me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe gjithashtu organizmin tuaj. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e duhur të kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve.
Sipas volontimeve të publikuara, ngrënia e 1 deri në 2 vezëve të zjera në ditë, si një sasi e shëndetshme për shumicën e njerëzve, mund të jetë një zgjidhje efektive për trupin. Nëse po kërkoni edhe të rrisni sasinë e proteinave, mund të konsumoni edhe më shumë vezë, por jo të gjithë ekspertët janë të njëmendje lidhur me sasinë. Kur konsumohen në mëngjes, vezët kanë treguar se i bëjnë shumë më mirë njerëzimit, duke i bërë njerëzit që të ndjehen më të ngopur. Vezët dikur konsideroheshin burimi ushqimor i ushqimeve të pashëndetshme për shkak të kolesterolit dhe problemeve të zemrës. Fakti që verdha e vezës përmban shumë kolesterol ishte arsye kryesore që arsyetime të tilla e rendisin atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe elementeve të tjerë në lehtësimin e komplikacioneve. Të gjitha këto element do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira ushqyese. Ato janë të larta në vitamina minerale, duke përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën B12, vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Të vegjëlit duhet hanë një vezë në ditë. Vezët janë të pasur me hekur, folat, proteina, acide yndyrore omega-3, të cilat do të ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë në kërkesën e tyre ditore për proteinë. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila e ndihmon trupin të thithë kalciumin për shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidantë si luteina dhe zeakanthina, të cilat reduktojnë riskun e formimit të kataraktit dhe degenerimit tuaj makular. Të thjeshta, ekonomike, të mbushura me vlera ushqyese, vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira në përmirësimin e regjimit tuaj të kujdesshëm shëndetësor, në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve çdo ditë? Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezë të zjera në ditë mund të sjellë një sër efektesh pozitive si për trupin ashtu dhe për trurin. Ato përmirësojnë funksionet e trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese kyçe që luan një rol për kujtesën për qëndrimin dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Vezët ndihmojnë në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore që gjenden te vezët kontribojnë në rindërtimin e forcimit të masës muskulare, veçanërisht ata që ushtrojnë ose janë në fazën e rikuperimit pas dëmtimeve. Ato ofrojnë gjithashtu edhe në mbrojtje të shëndetit të syve. Vezët përmbajnë luteinë, zeakanthin, antioksidantë të fuqishëm që mund të mbrojnë syt nga efektet e plakjes dhe nga drita e dëmshme blu, duke ndihmuar kështu në parandalimin e degenerimeve makulare. Ato balancojnë gjithashtu nivelet e kolesterolit. Megjithse dikur vezët shihen problematike për kolesterolin që përmbajnë, studimet të reja tregojnë se konsumi moderuar i tyre mund të rrisë kolesterolin e mirë dhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Vezët ndihmojnë në kontrollin e oreksit dhe të peshës trupore. Palaftësive të tyre për të ngopur, vezët e zjera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqime gjatë ditës, duke qenë një zgjidhje ideale për mëngjes për çdo që kërkon të menaxhojë peshën e tyre trupore. Vezët përmbajnë sasi të madhe të substancësh ushqyese themelore, sidomos e bardha dhe e verdha e saj përmbajnë sasi të mëdha të proteinave. Ato i sjellin disa të mira edhe organizmit tuaj, përmirësojnë përqendrimin. Gjithashtu, edhe përdorimi i tyre do të ofrojë 14 ushqyes themelor, 5 gram yndyrë, 70 kalori. Proteinat që përmbajnë vezët ju ndihmojnë që të bini nga pesha. Vezët i japin shumë përfitime organizmit tuaj dhe shtimi i tyre në dietën e përgjithshme gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Konsumi i rregullt i vezëve, kryesisht në formën e tyre të zjerë, mund të jenë një alternativë e çmuar ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofrojnë të mbulim të përgjithshëm të tyre, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.